Lavdi Zotit, Zoti është i mirë, është kënaqësi që mblidhemi së bashku për të lutur dhe për të kërkuar vullnetin e Zotit. Zoti është i kudo ndodhur, edhe ai e shfaq lavdinë e tij atje ku ai nderohet ose lavdërohet. Dhe si e bëjmë ne këtë? Duke i kënduar Zotit, duke u lutur dhe duke vepruar sipas fjalës së Perëndisë. Kur ne qëndrojmë në fjalën e Zotit, kur ne i bindemi Zotit, kur ne bëjmë atë që Zoti do që ne të bëjmë, ne e nderojmë Zotin. Edhe kur ne bëjmë të gjë pavarësisht situatave të vështira që ne kalojmë, Zoti shfaq lavdinë e tij. Dhe fjala e Zotit thotë tek 2 Korintasit, kapitulli 4, vargu 17, sepse trishtimi ose vuajtja jon është e lehtë, që është vetëm për një moment. Dhe kjo prodhon për ne një peshë të pamas dhe të pashoqe, të amshushme të lavdisë. Pra, është shumë e rëndësishme që ne, kur studojmë Biblën, t'i kushtojmë vëmendje fjalës së Zotit dhe të ndalemi në çdo fjalë që Zoti është duke thënë, dhe kur ne lexojmë Biblën avash, atëherë ne kuptojmë më mirë. Çfarë është duke thënë Zoti? Që ne mund të kemi vuajtje, por vuajtjet tona nuk krahasohen me vuajtjen e Jezusit. Jezu Krishti vuajti në kryq për ty dhe për mua. Gjatë rrugës që ai shkoi në kryq, ai duroi sharjet, ai duroi ofendimin, dhe pse bëri këtë? Ai e bëri për ty dhe për mua. Pse? Sepse në fund fare ishte një peshë e rëndë e lavdisë së Perëndisë. Dhe nga ky varg i sotëm, nga fjala e Perëndisë, në 2 Korintasit, ne mësojmë se vështirësitë që jemi duke kaluar janë të përkohshme. Pra ti duhet të thuash sot, vështirësitë e mia, hallet e mia, problemet e mia janë të përkohshme sot, nuk janë të përjetshme. Por ajo që Perëndia do prodhoj pas tyre dhe përmes tyre ka një vlerë të përjetshme. Pra nëse unë i qëndroj Zotit besnik dhe unë nuk e adhuroj Zotin vetëm kur kam, vetëm kur jam mirë, nuk e adhuroj Zotin vetëm kur jam i gëzuar, por unë adhuroj Zotin në çdo moment, në çdo situatë, atëherë kjo prodhon një peshë lavdie, thot Bibla. Presioni, pritja, sfidat nuk janë të kota. Pra, nëse ne i kalojmë ato, Perëndia i përdor për të na forcuar, për të na pjekur dhe për të na përgatitur për një masë të madhe të lavdisë së Zotit. Apostulli Paul thotë që ne duhet jemi nderi për të mbartur lavdinë e Zotit. Trupi ynë është tempulli i frymës së Shenjtë. Dhe ne duhet të mbushemi me substancë. Ne nuk duhet jemi vetëm titulli. Ne nuk duhet jemi thjesht ndërtesa. Nëse ndërtesa është bosh, nuk ka njerëz, atëherë është kot. Por nëse ndërtesa jonë mbushet plot me prezencën, me lavdinë, me frymën e Perëndisë, atëherë ne jemi çfarë? Ne jemi tempulli i frymës së Shenjtë. Pavarësisht vështirësive, pavarësisht situatave që jemi duke kaluar. Ky është ai momenti kur ne themi dhe ne besojmë se Perëndia merr atë që armiku ka nisur për keq, dhe çfarë bën? E kthen për mirë, e kthen për favorin ton. Prandaj sot mos shiko peshën e problemeve. Mos shiko peshën asaj që ti je duke kaluar, por shiko peshën e lavdisë. Nëse ti je në problem, thoj unë do ta kaloj në emrin e Jezus dhe unë do mbushem me lavdinë e Zotit. Zoti do derdhet mbi mua. Perëndia po e kthen presionin, sulmin në forcë. Lotët e tua do t'i kthej në gëzim dhe pritjen në manifestim në lavdinë e tij. Pra sot unë dua që ti të vendosh dhe të fokusohesh tek këto gjëra. Presionin, problemin, si sulmet janë duke kaluar në këto momente, lotët që kam derdhur
Zoti do t'i kthej në lot gëzimi. Dhe unë, ndoshta ti ke pritur për një kohë të gjatë për një lutje, Zoti do ta plotësojë atë lutje. Ndonjëherë kur ti lutesh para një jave, unë isha duke lutur për disa gjëra dhe nuk po shikoja përgjigjen. Dhe i liku vinte në mendje dhe më thoshte, po sikur mos të ndodhi. Dhe unë i thosha, po sikur të ndodhi. Dhe shumë e rëndësishme që ne të dimë si të përgjigjemi kur jemi në presion. Ndonjëherë është të vërtetë që ti lutesh dhe lutja nuk merr përgjigje. Ti lutesh dhe duket sikur është një mur, është blok. Çfarë do bësh? Në këtë momente ti duhet të qëndrosh në Zotin. Dhe kur ti qëndron në Zotin, Zoti sjell përgjigje dhe ai manifeston lavdinë e tij në jetën tonë. Unë shpesh them që ne duhet të shpallim besimi ynë qëndron në zemrën tonë, qëndron në mendjen tonë dhe gjithashtu duhet të qëndroj në gojën tonë. Edhe ne të shpallim pas meje. Unë shpall se hyj në një mas të madhe të lavdisë së Perëndisë. Unë shpall se lavdia e tij është mbi jetën time, mbi familjen time, mbi kishën time, mbi shërbesën time, mbi punën time dhe mbi gjithçka që ai ka besuar. Kudo ku unë do vendos dorën, gjithçka që unë do bëj, çdo veprim që do të ndërmarr, do të ketë mbarësi në emrin e Jezusit. Unë shpall se ajo që është përpjekur të më ndaloj, të më rëndoj dhe të më rëzoj, do të zvendësohet me peshën e lavdisë. Unë jam një enë deri sot. Eja frëme Zotit dhe më mbush plot me lavdinë tënde. Pritja ime, lutjet e mia, lotët e mi, nuk kanë qenë të kotë. Perëndia po i kthen në lavdi. Unë shpall se ka më shumë forcë, ka më shumë besim, më shumë urtësi, më shumë favor, më shumë kapacitet për atë që po vjen nga lartë. Ajo që po vjen nga lartë është më e rëndë se ajo që është kundër meje. Fjalët e mia do t'jenë me peshë. Lutjet e mia do t'jenë me peshë. Jeta ime do të marrë praninë e Perëndisë dhe do të mbartë peshën e lavdisë së tij. Unë jam i rënjosur, unë jam i vendosur, unë jam i palëkundur. Unë shpall se lavdia e Perëndisë do të më dalloj dhe do të shkëlqej në jetën time. Unë shpall se Perëndia po hap dyert të reja. Unë shpall se ajo që i përket thirrjes time po vjen në përputhje me planin e tij. Unë shpall se unë po lëviz nga lavdia në lavdi. Lavdia e djeshme nuk është tavani im. Zoti ka nivele të reja për mua. Lavdia e Zotit po e vepron tani. Dhe unë po rritem në besim, në urtësi, në hir dhe në favor. Unë po rritem në ndikim. Unë do të ndikoj njerëz në emrin e Jezusit për ungjillin e Krishtit. Unë po rritem në kapacitet. Unë zgjeroj kunjat e çadrës time, kunjat e kishës tonë janë të zgjeruara. Unë jam
duke u përgatitur për peshën e lavdisë, e cila po vjen dhe po zbret tani. Unë nuk kam frikë nga zgjerimi. Hiri dhe favori im do të rriten bashkë me përgjegjësitë e mia. Vajosja frymës shenjtë po derdhe tek unë tani, dhe unë do të mbushem me prezencën e lavdisë së Tij. Unë shpall lavdinë e Tij në substancë, jo thjesht në emër, jo vetëm në dukshmëri. Unë shpall praninë e dukshme dhe të prekshme, një ndikim transformues, frymëri të bollshme, favor, bekim. Kjo është tina e peshës së lavdisë së Perëndisë. Prova, presioni, pritja, logët nuk kanë qenë kot. Perëndia po i kthen të gjitha ato në lavdi. Dhe ne lutemi sot dhe shpallim se ne jemi në lavdi të kishës jetë e re. Zoti Jezus, atë Perëndi, frymë e shenjtë, derdhë dhe na transformo mendjet tona, Zot. Po lutem për nivele të reja, Zot, në emrin e Jezus. Ne mbajmë lavdinë tënde, Zot, në ndihmo të ecim me lavdinë tënde, Zot. Në ndihmo të rritemi me lavdinë tënde, Zot. Ne lutemi, Zot, që kjo peshë lavdisë, Zot, të zbulohet sot në emrin e Jezusit, në kishën tonë, ata që janë këtu sot, dhe ata që nuk janë, Zot, kudo që jenë, Zot, ne lutemi që prezenca frymës shenjtë të na zbulojë, Zot, peshën e lavdisë, Zot. Ushe kishën jetë e re plot me lavdisë. Ne lutemi për gjithë ata që na ndjekin online. Ne lutemi për Elizabetën. Edhe lutemi, Zot, që Ti do prekësh trupin e saj tani, Zot, me lavdinë tënde, Zot. Mbushe këto dëshirojnë në emrin e Jezusit. Ne lutemi, Zot, derdhë frymën e shenjtë. Le të lavdërojmë Zotin, le të qohemi të adhurojmë Zotin.
Fjala e Zotit thotë që ne mbartim peshën e lavdis në këtë enë prej balte. Kush është ena prej balte? Trupi jote dhe trupi im. Zoti kur e krijoi në fillim njeriu, e krijoi si një pust. Dhe më pas ai fryu jetë. Dhe jeta e tij banon aty, banon në mua. Dhe ne do të jemi me njohë Zotit për jetën që ai na ka dhënë. Dhe ne ti themi Zotit, do të jetë luja Zot, më bëj mua një enë deri. Pra, kemi enë dërimi që i mbajmë për zbukurim dhe që a tregojmë miqve, po kemi dhe enë çderimi, thot Bibla. Cila enë do ti që ti jesh? Unë duhet që ti jem një enë dërimi, por që tjetë i tillë duhet të bushesh me lavdinë e Zotit, me prezencën e Zotit. Kërko sot një shumë. Ndërsa ne këndojmë në këngë, ta të thot, në sytë e tu, në shoda shëki. Shpesher si besimtar, ne shkojmë të këmbët e kryqit, dhe mirë bëjmë se duhet të shkojmë në njerë. Po atje ne shikojmë vuajtjet e Zotit. Por Zotit thot që ne duhet të shkojmë pak më lartë. Shumë besimtarë shikojnë Zotin nga duart, dhe të shikosh dikën nga duart do të thotë që çfarë do më japi. E shikojnë për interes. Por ajo që Zoti do është që ne të shikojmë fytyrën e tij. Dhe apostulli Paul thotë që tani ne shohim pjesërisht, po do vi momenti ku ne të shohim lavdinë e tij pall për pall. Zot hiqe velin tonë, frymëshin. Ishto vetë Zot që ne të shohim lavdinë tënde Zot. Ne duhet të shohim prezencën tënde Zot. Halleluja, Zot, faleminderit Zot. Faleminderit Zot për lavdinë tënde. Ne duhet të shohim sytë e tu. Nga sytë e Jezusit ti merr fitore, nga sytë e Jezusit ti merr shërim, ti merr zjarrin e Zotit. Kur Gjoni pa në lashtin e tipe, ai pa që syti kishte si zjarri. Edhe zjarri ti djeg çdo gjë që duhet të digjet, çdo gjë që është e ligë. Zjarri i Zotit konsumon. Por ai nuk të shkatron, ai të ndërton, të forcon, të pastron. Dhe ne kemi nevojë për zjarrin e Zotit në jetën tonë, për sytë e Zotit. Tuaj Zotit sot, Zot, unë dua të shoh sytë e tu, unë dua të shoh fytyrën tënde, unë dua të shoh lavdinë tënde. Mos ki frikë. Halleluja, Zot. Yes, I am.
këndojnë i Zotit në zemrat tuaja. Edhe le t'i dërgojmë Zotit një këngë nga zemra jonë. Le të lutemi në frymë. Le të adhurojmë Zotin. Pash një fortes edhe ndërsa ne po adhuronim i shenjë fortesa filloi të binte edhe Zoti tha unë do ngrihem dhe unë do shkatroj fronin e Satanit në emrin e Jezusit. Çdo kurth i djallit është i shkatruar në emrin e Jezusit. Çdo principat është e mundur, është e mposhtur nga gjaku i Jezu Krishtit. Çdo pushteti të ligut është i shfuqizuar. Nëse ti mendon që këto gjëra kanë pasur efekt në jetën tënde, sot fryma e Zotit po flet dhe po thot, është e shfuqizuar, ka mbaruar, ka përfunduar në kryq. Edhe ti nëse ta ndjek online do ta kuptosh që problemi yt, frika jote, ankthi ka marrë fund. Zoti na ka dhënë fitore kundër sunduesve të kësaj bote të errësirës, kundër frymërave të mbrapshta në vendet qellore. Edhe ne shpallim i shenjë, por ne këndojmë Zotit psalme, himne, kur ne lutemi në frymë, kur ne lutemi në gjuhë. Ne ngarkojmë atmosferën frymore dhe kur atmosfera frymore ngarkohet, reja e Zotit fillon dhe shkarkon shiun e tij në emrin e Jezusit. Edhe fuqia e ringjalljes manifestohet. Zot manifesto fuqinë tonë në detajë. Thye Zot prangat e errësirës në emrin e Jezusit. Ne lutemi në emrin e Krishtit o Zot. Që vetë vërtet të kemi një korje të madhe, Zot. Një korje të madhe, Zot. Ne të shpiroj kjo fjalë në emrin e Jezusit, Zot. Halleluja. Ne lutemi për një vajzë të vogël 2 vjeçare që quhet Frajla, është në spital. Ka pasur një problem në zor, ka lindur me të tillë, por lutemi sot në emrin e Krishtit, Zot, të dos dorën tënde, Zot. Si do që problemi, ne lutemi që doktorët do japin një raport pozitiv nga ky moment e tutje në emrin e Jezusit. Sepse emri është i madh, është i fuqishëm. Jo për ne, Zot, por për lavditë e emrit të shenjtë. Për lavditë e emrit të Zotit. Le ta adhurojmë Zotin.
Halleluja, Zot. Faleminderit o Atë që përmes gjakut të birit tënd, Zot, ti shenjtërove kishën, Zot, dhe këdo që të ret emrin tënd, Zot, dhe beson në emrin e Jezus Krishtit, Zot. Faleminderit, Zot, që gjaku yt, Zot, shenjtëron çdo shpirt, çdo zemër dhe çdo jetë që kthehet tek ti, Zot. Dhe faleminderit, Zot, për këtë jetë, Zot, të çmuar, Zot, me vlerë, Zot. Faleminderit, Zot, për këtë identitet, Zot, që ti ke vendosur në ne, Zot, që ne jemi bitë tu, Zot, dhe përkasim ty, Zot. Faleminderit, Zot, për krijesën e re, Zot, që ne jemi në gjakun e Krishtit. Faleminderit për faljen e mëkateve, Zot, faleminderit për shpengimin e shpirtit. Faleminderit, Zot, për jetën e restauruar. Dhe ne, Zot, do të qëndrojmë, Zot, në adhurim, Zot, duke thirrur